ke parë këtë hitin e ri? Qa hiti më plak? Po ka dalë një hit i ri që mund ta përdorin edhe në emision pastaj. Shikoj herë. Pa herë. Shikoj. Sometimes it's too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. Which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. That the rule of the game is just the rule of law, for sure. For sure. For sure. Which sometimes is too slow, for sure. Kap edhe këtë tjetrën. Kap se kjo është më e bukur këtë tjetra. Se ke tjetër? Po, kjo është më e bukur. Shikoj. Ue, ha herë. Sometimes it's too slow, for sure. Sometimes it's too slow, for sure. It needs to be reformed, for sure. Which is predictable. Tani më thuaj këto, këtë të parën apo të dytën? E para. E para të pëlqeu ti. Edhe e dyta nuk është e keqe. Para shumë e bukur. Po më duket se është më i gjatë kjo e dyta radio, e preve ti pak. E dyta duket tamam, po e para duket sigurisht tamam origjinale, kupton. Po. Po e fitoi goxha kapi, domethënë kapi do ketë pasur do ketë kap një lloj kështu kjo Macroni kësaj radhe valla. Ai po mundohet të kapi flamurin e anti-amerikanizmit në Evropë dhe të anti-Trumpit edhe të fitoj simpatinë e këtyre të majtëve dhe që të ngrihet pak në sondazhe. Po e morë vesh planin që ka. Se di se të realizohet tani këtu. Do të kapi të bëhet presidenti i BE-s pra. Si van der Leyeni. Po duhet ta lejnë gjermanët. 2027 jep mbaroni mandati kësaj më duket. Po duhet ta lejnë gjermanët. Tani ky po tenton, e kupton? Po pse mos e në gjermanët? Por derisa u bë Di Majo i dërguari special i BE-s për gjirin persik atje ku do bëhet lufta. Shkon edhe ky kështu. Di Majo është italian. Di Majo është ai pra që shiste sanduiçet e stadiumit Napolit edhe u bë zëvendës kryeministër ministri jashtë. Janë vete? I 5 Stelle kështu. Populizmi ç'të bën? Ai shiste sanduiçe valla. Po sanduiçet e stadiumit Napolit nga aty bam u fut politik, u bë me 5 Stelle u bë deputet. Po edhe ky ka shanse po, pavarësisht se është dobët me sondazh tani se është marr fund po. Jo ky bankier është me Rothschildët ka qenë. Me Rothschildët pa te banka Rothschild. Po gjithsesi po duhet të kesh votat, po i dhanë do japin në emision kështu europian, po. Duhet të kenë votat njerëz. Me këtë ritëm që kanë të djathët në Evropë, se di si dalin zgjedhëtarësh me europian. Ata do janë prapë valla. Ja ta shoh. Përshëndetje toksore. Ju sa po keni mbritur, jeni live. Ora është 21:04 minuta këtu në Zonë e Lirë. Emisioni që unë ndjek hap pas hapi prej 23 vitesh tashmë, 23 vjet. Ky është episodi 1038 sonte. Kjo është për një pjesa e parë e emisionit. Ju mund ta ndiqni këtë emision në faqen e YouTube-it Zonë e Lirë Official. Për qefin tuaj live, por dhe mbrapa në që se mbrini vonë në shtëpi. Ndërsa këtu ju mund të bëni pyetje tuaja të kjo kutia këtu. Bëni një skanim, login dhe bëni pyetje tuaja. Për Ilir Kullën sonte sigurisht e premte data 30 janar 2026. Ilir Kulla më mbrëma. Mirë mbrëma. Plaset fabula e parë për Kullën e ekran Ledio pa unë burko, me njerë. Kulla edhe radhën e fundit, para fundi që ishe në emision, ne folëm për Iranin, sepse është, po themi, krye lajmi në këto momente në gjithë botën, në që do kishmi mundësi për të bërë një piramid nga fillimi deri poshtë,
Në këto mëndi po flasim, i ka gjithë të ditë në fakt, që në majtë piramidës, si lajmë qëndron, a do t'i bjerë Trumpi Iranit apo jo? Shikoj imazhet që kemi zgjedhur kulla. Imazhet që kemi zgjedhur janë imazhe sigurisht të shpërndara nga Navy, US Navy. Marina Amerikane. Sigurisht janë imazhet vitit 2022, po është identike edhe tani njësoj, nuk është se kam dyshuar ndonjë gjë. Janë imazhet e Marinës Amerikane pra, dhe duhet thënë që shfiksi në këto imazhe i po shohim të 3 viteve më parë, 4 viteve më parë. Se di është e njëjta aeroplanbajtëse tash është Abraham Lincoln atje në. Ajo është. Ajo është. Dhe interesante është që janë afruar, ne kemi dhe harta kulla sot, të shikosh, pas të marroni imazhet, ledjo do plasë dhe hartat dhe shofësh anije se si kanë arritur të ajo e Hormuzit. Janë para ngushticës Hormuzit dhe janë në det. Janë para ngushticës Hormuzit, po janë në detin këtu në gjirin e Omanit, përballë Iranit, edhe poshtë këtu në Oqeanin Indian. Afër Katarit do i thënë. Katari është brenda, kanë të bazat të tyre, do më thëmë, po anijet e mdhaja, pra aeroplanbajtëse dhe anijet gjyqëse, sepse janë gjithsej t'ja shpjegojmë njerëzve që do thotë 50 anije. Është një aeroplanbajtëse, janë diku të 10 nëndece, gjitha bërthamore me fuqi raketore të fort, janë anijet mbështetëse, janë pastaj anijet këto korvetat gjyqëse, anijet furnizuse, pra nuk e se janë të 50 anije luftarake, anijet për helikopteret, pra, por është një flotë e madhe prej 50 anijesh e cila është... Janë dhe këto anije nuk e di si quhen këto që lëshojnë Tomahawk. Po, të thash, janë anijet gjyqëse. Edhe tani në këtë lloj rreshtimit të flotës amerikane, po afrohen dhe avionët strategjik. Pra përveç F-35-s, po afrojnë dhe B-2-shët për të vendosur në Oqeanin Indian, që janë ata që goditën në verë bazat bërthamore iraniane, por ndërkohë janë vendosur anijet edhe në detin Mesdhe, pra nga ana e Turqisë, e Sirisë dhe Izraelit, sepse nëse do të ketë një luftë drejt për drejt, pra Amerikanët bombardojnë Iranin, Irani ka premtuar që 2000 raketa gjyqëse do t'i drejtojë drejt Izraelit. Atëherë duhet që sistemet thatë dhe anijet amerikanet t'i kundërpërgjigjen pra me sisteme antiraketore, raketave iraniane që do bombardojnë në një rast të tillë. Për këtë arsye janë afruar në gjirin persik edhe anijet e flotës britanike, edhe të flotës franceze, por ato janë kryesisht... Je i bindur që janë afruar edhe francezët? Po. Por francezët janë, 2 anije janë këtu në gjirin e Omanit, 3 anije janë në detin Mesdhe, ndërkohë... E ke këtë lajmë francezëve, se po më shoditë, lajmet sigurta çan me raportet. Unë që dëgjoj edhe francezët nuk kam dëgjuar. Unë po them britanikët po jo. Britanikët dhe francezët dhe plus në poshtë në gjirin e Adenit, pra atje kur vjen nga deti Kuq, atje ku është Jemeni me Somalilandin, që në Xhibuti është një bazë tjetër. Aty janë edhe anijet italiane për sigurinë e kalimit në Oqeanin Indian, pra në këtë moment ai rajon është bërë një rajon i mirëfillt lufte. Por unë ju duhet keni... Do vemi atje, priti marrë duhet të ketë edhe hartën e bazave. E di. Do vemi atje, po do të shpjegosh një herë, para se ikim nga kjo harta, që është shumë interesante, më shpjegon një herë, Kulla, pse strategët e kanë futur këtë në rreth Kuq, këtë pjesën këtu, që është ngushtica e Ajo është ngushtica e Hormuzit, se po të mbyllet ajo, e para njerë aty në atë pjesën vogël aty është një bazë britanike, ajo e Kuqja fund fare të Hormuzit, më përballë Iranit, edhe ata e kanë vënë sepse po të mbyllet ajo i bie që mbyllet gjithë tregtia. Korridori kryesor i furnizimit me naftë dhe me gaz i botës sot. Kështu që nëse ajo mbyllet qoftë edhe për 1 ditë, për 2 ditë, për 3 ditë, i bie që çmimet e lëndëve të para dhe të energjisë të çmenden dhe bursat e botës. Po pse nga marrin energjinë këtu? Nga marrin naftën e këto? E marrin nga Arabia Saudite që është prodhuesi kryesor i naftës. Që është lart. Është kjo komplet e bardha, këtu është Arabia Saudite, Katari që ka gazin,
Kuwait... Po Emiratet, duke në Emiratet të kjo arta jo? Po Emiratet këtu i ke direkt, aty ku është ani është Emiratet këtu. E shef të pjesën e bardhë këtu, nga Omani aty gjithë kjo është Emirate. Dubai e kjo? Po, Dubai, Abu Dhabi e tjerë. Dhe ke pastaj naftën që vjen nga Iraku edhe ajo del në... Iraku që është? Iraku është lartë. Lartë fare. Po. Pa i karga ti është më thënë kargë. Aty kargë është qytet iranian, por aty ke, sa mbaron Irani aty është Iraku edhe është edhe Kuwaiti. Pra ke Irak, Kuwait, Arabi Saudite, Bahrein, që është i vogël fare, Katar edhe Emiratet. Gjithë ta janë prodhues të naftës dhe të gazit, plus që Irani vetë është prodhuesi numër 2 i gazit në botë dhe prodhues një nga... Vetëm se është në saksione. S'ka rëndësi saksione me perëndimin, po ata vazhdojnë të shesin në Indije, në Kinë. Kjo është arsye pse presidenti Trump dhe kinezët u nxjerrën shumë, thanë që kush blen naftë dhe gaz nga Irani, ne do t'i vëmë në tregtim me Amerikën. Tarif, ku diun se sa. Do fillojmë të shtojmë tarifat mbi 25%. Kështu që kjo luftë në të njëjtën kohë, përveç se kjo prag lufte po themi. Mund të përkthehet në një luftë të mirëfillt ushtarake, është një luftë politike dhe një luftë ekonomike e jashtëzakonshme. Sepse flasim për pjesën më të pasur me lëndë të para të energjisë. Qartë. Ndërkohë të shohim hartën tjetër, Ledio. Kemi një hartë tjetër që ka dërguar Kulla, më duket. Ja ku është. Jo, kjo nuk është e Kullës. Po. Jo, kjo nuk është e Kullës, jo. Jo, këto tregon bazat ushtarake amerikane në rajon. Jo, Ledio, ktheu atë që kishte, pastaj do vëmë këtë. Që ti marrim me radhë, që të kuptojnë fabulën dhe plot, ta shohim nga të gjitha anët. Atëherë, tu tregon bazat amerikane, ti marrim të gjitha me detaj. Bazat amerikane që ndodhen në rajon. Është baza Harir, baza aerore që është në Irak, në afër kufirit me Iranin. I rrethuar praktikisht. Jo, dikur kur ishte NATO në Afganistan ishte komplet e rrethuar. Tani është rrethuar vetëm këthe. Qartë. Është baza Garrison në Siri, pra në kufirin me Siris dhe Irakut në shkretir. Është baza aerore Al-Assad në Irak. Është baza Al-Salem në Kuwait. Është baza e marinës amerikane në Bahrein. Është baza Al-Udeid që u sulmua në verës nga Irani në Katar. Dhe është baza aerore në Emiratet e Bashkuara Arabe që është Al-Dafra. Anglezja ku është Anglezja këtu? Është këtu në... Se po nuk është e kjo? Mua aty në qoshe, po së është këtu, ajo është atje ku është ngushtica. Po që baza është Anglezja? është baza rëndësishme? Ka qenë gjithmonë, është rëndësishme se është mu përballë Iranit, është ku është ngushtica. Që baza është? Baza aerore? Detare. A, është detare. Dhe pastaj, pa futur këtu bazat e NATO-s që ndodhen në Turqi, që janë në kufi me Iranin, por Turqia në këtë moment po negocion që mos ketë luftën me Iranin, dhe pa futur këtu një goditje të mundshme që mund vijë edhe nga Azerbajxhani që është lart, por me Pakistani nuk do të përzihet në një luftë. Në Azerbajxhan kanë atje baza amerikanat? Jo. Mund të ketë në një moment caktuar sepse Azerbajxhani ka marrë dhënie shumë të mira me Izraelin. Edhe pa futur këtu pastaj mundësinë ato që shpjeguan, pra sulmet me raketa. Pra nëse ne do ta shohim kështu, kur NATO ndodhej në Afganistan dhe kur Pakistani ishte në koalicion me NATO, në Irani praktikisht ishte i rrethuar nga SBA-ja dhe nga vendet e NATO-s. Se është Afganistani nga ana tjetër? Tani Afganistani nga ana tjetër është tërhequr. Por unë gjë nuk kuptoj. Është hapur rruga që Iranit lidhet me tuba me Kinën. Unë gjë nuk kuptoj. Se i quajnë dështim hyrjen e amerikanëve në Afganistan dhe qëndrimi 20 ditë atje? E quajnë sepse amerikanët nuk mbajtën të paktën asnjë bazë të tyre atje? Jo vetëm që s'mbajtën asnjë bazë. Unë se kuptoj. Po ta shpjegoj, por ikja ishte për 24 orë ishte turpshme. Ajo ishte simbolike. Erdhën në pushtet ata cilët cilët bën luftë kundër. I dim të gjitha këto. Pse nuk mbajtën një bazë? Miq i ikën. Se mbajtën dot sepse u arratisën. Nuk mbanin dot më koston financiare dhe ndoshta ikën në kohën e Obamas, kurse u arratisën. Ata e thanë ne do ikim në kohën e Obamas. Ata ikën në kohën e Bidenit. Si ishte Obama kur ikën? Jo, ishte ikën gjatë kohës. Po nëse Obama e filloi. Jo, e filloi. Obama tha që ne do ikim. E filloi Obama, për fakt negociatat u bën në kohën e Trumpit parë. Edhe negociatat u bën në Katar, edhe pastaj në kohën e presidentit Biden ikën edhe kanë ikur në një situatë kështu shumë të rëndë.
Besoj që na duhet harta tjetër për të shpjeguar që do të ndodhte në një luftë mundshme. Pra këto janë bazat amerikane që mund të sulmohen nga Irani në rast se kemi luftë. Jo, na duhet ajo harta tjetër që i çova Ledios. Ledio, hartën tjetër, kjo na duhet. Këto tani çan janë objektivat që mund të sulmohen në Iran, në gjithë territorin e Iranit. Dhe fillohet nga Tabrizi lart në detin Kaspik, nëse i shef me kujdes. Të gjithë objektivat në kryeqytet, bazat ushtarake, industritë kimike, gjithë vijën kufitare me Irakun, deri në vijën kufitare me Turqinë, në Hashdat ku është... Këto janë target, këto janë qendra, pikat që mund sulmojnë amerikanët. Pra planet që mund të sulmojnë nga... Pra pika strategjike që... Po pse janë sa me të kuqet, sa me jeshile, sa me blukulla? Se shpjegojnë çfarë lloj bazash janë. Për shembull, në lindje atje kufi me Turkmenistanin kemi Mashdatin që është edhe një nga bazat më të forta ajrore. Kemi bazat raketore të Iranit, duke patur parasysh Irani ka një industri raketore të jashtëzakonshme, shumë zhvilluar. Do flasim për të pas pak. Kemi bazat ajrore të dronëve, ku prodhohen dhe fabrikat e dronëve iranian. Kemi bazat bërthamore, pra atje ku zhvillohet industria bërthamore. Kemi fabrikat e industrisë kimike iraniane dhe kemi nga jugu në veri dhe nga perëndimi në lindje. Nëse e shohim hartën me kujdes, Çani, e sheh që të gjitha këto bazat e rëndësishme ushtarake të teknologjisë lartë, raketore, bërthamore etj. Ndodhen në vargmalet, në 2 vargmalet malore të rëndësishme të Irakut. Pra ky perëndimi dhe ai që shkon ande. Pra irakenët i kanë futur këto në male për të qenë sigurt, sepse Iraku është një fortes, pra është një kështjell natyrore. Kjo është arsye pse ka mbijetuar 500 vjet. Dhe nëse do të realizoheshin që të goditeshin të gjitha këto objektiva, do të kishim një luftë të fortë, por të shkurtër. Sepse ki parasysh që kemi edhe një agent në mesin e shkurtit fillon muaji i shenjtë i Ramazanit, edhe Amerika nuk mund t'i lejojë vetes që të humbi këta aleatët synit që ka me vete, sepse muaji i shenjtë i Ramazanit, më shenjtëria e çdo shenjtërie është pikërisht në Arabi Saudite. Kur fillon Ramazani? Në 17 shkurt. Po mbase i bie përpara Trumpi. Po ky pra është këtë po them që plani është që nëse do goditet pra këto 10 ditët e ardhshme, nëse nuk funksionojnë negociatat, ndonse ka negociata edhe në Turqi. Hakan Fidani, ministri i jashtëm i Turqisë, sot e nesër do të takohet me ministrin e jashtëm të Iranit, por edhe në Arabi Saudite. Nëse e shohim rritjen e nivelit të alarmit dhe tensionit nga tërheqja e personelit diplomatik në ambasadat në Teheran, tek lajmërimi i qytetarëve që të largohen nga Irani o nëpërmjet rrugëve toksore që shkojnë o nga Azerbajxhani, o nga Turqia ose nga Iraku, por edhe ngritja e alarmit të gjithë bazave ushtarake amerikane dhe jo amerikane në gjithë territorin e Irakut tregon që përgatitjet, por edhe të Katarit, edhe të Kuvajtit, përgatitjet për luftë janë për pak ditë. Pra mund ta kemi nesër, mund ta kemi pas nesër, mund ta kemi deri të premten që vjen, po është sigurt që po afrohet ora e Big Bangut për një sulm drejt Iranit. Ka një rritje të vazhdueshme të vëmendjes të Rusisë pikërisht për të mbështetur Iranin dhe të sistemet raketore, sepse sistemet S-400 Irani, pra sistemet raketore ruse i ka vendosur këtu, nga pjesa që shkon nga deti, pra duke llogaritur që këta do godasin nga anijet, pra nga luftanijet dhe me nëndecet nga poshtë, por janë duke pritur edhe sulmet me avion nga lartë, pra F-35 dhe B-2 si që bë sulmi në verë. Në të njëjtën kohë, iranianët kanë motivuar dhe kanë angazhuar dhe po armatosin edhe njëherë Hezbollah në Liban në rast se do të kemi një luftë disa ditore ose disa javore për të goditur Izraelin nga Libani, apo Al-Kataebi në Irak, që është një lëvizje nga këto paralelet shiite në Irak, pra për llogarit Iranit, që do të bëjë ajo goditjen e personelit perëndimor dhe të bazave amerikane në Irak,
apo dhe Huthët në Jemen. Pra jemi në një moment që mund të ketë negociata dhe ndaloj gjithçka, Irani ndaloj programin bërthamor e tjerë, por mund të kemi një shpërthim Të dy janë të mundshme, 50-50 kemi kolla deri në këtë moment. Jo, unë mendoj që jemi 70% për një goditje të fortë dy ditore. 30% për jo. Edhe 30% për jo, sepse nuk mendoj që zhvendosja gjithë këtyre trupave do bëhet pa gjë, se ndryshe i bie dhe besueshmëria dhe pam në rastin e Venezuelës që momentin që Departamenti i Luftës vendos të bëjë një lëvizje të tillë, por nuk mendoj se do të kemi një luftë të gjerë, paktën jo tani. Pra tani do jetë një rritje e lartë e tensionit dhe sulme, por mund të ketë edhe më tej. Ne nuk dim faturën sa mund të jetë, për shembull, fatura amerikane. Fatura shkon vetëm për televizje që ka bërë kolla. Po do ta shohim, nëse do kemi sulmin luftën do pas sulm, deri tani po them unë, thjesht fakti që kanë ardhur atje. Shiko, kur lëvizin kaq grumbullimi gjithë $1 miliard është minimum, ja, që themi. në ditë. Po, $1 miliard për gjithçka nuk është në gjë e madhe, se janë shumë. Kulla, shive tani këtë kemi ca pamje tjera. Dhe tani folëm për, se thuash, ofensivën e mundshme të Trumpit, të Amerikanëve në Iran. Tani shiko dhe Iranin, se edhe Irani thonë kulla nuk është një shtet Jo, është fuqi e fortë shumë. Ushtarake. Po, ta thash. Kemi, le të jo, çka kemi nga Irani? Duke se kemi një, se nxjerrin dhe ata, bëjnë dhe ata propagandë. Po sigurisht. Zire pak le të jo, plase pak ato të Iranit plak. Që thotë që nëse do sulmoni, bile ky kishte dhënë ultimatum Trumpit. Që kote ke ishte thënë se ne nuk kemi Venezuela. Po sigurisht. Nëse ti e ke ndërmend vërtet, thoshte kujdeset do të hash, ne do të godasim thoshte dhe këtë aeroplan mbajtje. Irani e ndihmon dhe Venezuela. Jo kjo le të jo, është një tjetër. Është një foto pak e errët që tregon se si një shpat i bie aeroplani kjo. Shpata e Islamit që i bie Shpata e Islamit që i bie kësaj aeroplan mbajtjes. Aeroplan mbajtjes po. Dhe thyen aeroplan mbajtjen. Kjo është media kush e ka nxjerrë këtë? Kjo Sa po të kullatjes, ti e ke më afër se unë. Intel me burim të hapur, po media iraniane. Iraniane, po. Jo, nuk është media? Mediat iraniane vazhdojnë të shkruajnë këtë, thotë. Është e ripostuar. E ripostuar pra, po mediat iraniane kanë zirë. Po të shënë si ka, dhe më propagandë e tyre është. Po. Që jasë dhe përfundoni. Realisht, kulla, sa mundësi ka iranianë, për shumë që të godasin në shenjë, po theme i një aeroplan mbajtse. Kjo Lincolni është kjo që më të ti? Lincolni, kjo... Dëgjo, sa... Për e mbrojtur, për mund godasin anije tjera, e mund shpesh. Mund godasin? Po. Sistemet raketore të Iranit janë shumë të zhvilluar. Dhe me gjithë krizë... Dhe u pa në... Shiko, ata kanë krizë të një natyre tjetër. Arsye pse ata kanë krizë ekonomike tjera, se rezervat mëdhaja buxhetore, ekonomike tjera i kanë harxuar pikërisht për industritë kimike ushtarake që kanë zhvilluar. Domethënë Irani është një vend shumë i zhvilluar. Ne e pam në luftën e vjetshme me Izraelin që për 2 javë, 3 javë i detyruan izraelitët mos dilin nga shtëpia. Nuk është dhe kanë raketa të cilat shkojnë deri në 3000 kilometra. Pra janë 3000 kilometra. Po sigurisht kanë raketa me rrezet mesme veprimi shumë të forta dhe dalin në stratosferë, janë raketa kur del në stratosferë çan, kur bie poshtë nuk ke ç'i bën, domethënë, shumë e vështirë. Vetëm sistemet TAD mund të bëjnë diçka se i presin deri në 50 kilometra larg, po këto patriotët e këto nuk është se mund të bëjnë në çudi. Kjo është arsye pse ata e bllokuan Izraelin për 2 javë dhe u detyruan amerikanët të bombardojnë Iranin që të bllokojë luftën. Kulla një koment me një fjalë nga ana jote për disa mesazhe që më vinë. Nga njerëz marrin vesh nga këto punë, thotë MBS-i, po, princi i Saudit, i Arabisë Saudite, që gjatë thuhet kulla, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salmani ka folur me iranianët dhe i ka dhënë garanci që toka e tij nuk përdoret për sulme ndaj Iranit. Po, është e vërtet që ka dhënë garanci që toka nuk mund përdoret për sulme ndaj Iranit dhe jo të paktën këtë periudhë sepse ka të bëjë me jemi në periudhën e Ramazanit, nuk mund përdoret toka e shenjtë për të sulmuar një vend islam. Dje ministri i jashtëm kulla i Iranit ka folur me Turqinë, me Egjiptin, me Irakin. Tash ka qenë është në vizitë sot me Saudin dhe me Katarin. Po, në vendet fqinje. Diplomacia e Katarit kulla dhe Emirateve janë munduar të bindin SBA për të dhënë garanci që nuk do godasin Iranin, nuk kanë arritur të marrin një garanci sigurt nga SBA-ja. Ndërsa Anglia ka rritur prezencën në bazën ndoshta në këtë bazën që theti Al-Hudeid në Katar, ama Starmer është shprehur që nuk janë për qëllime ofensive. Tash Starmer është në Kinë
edhe Starmeri nuk e pyesin shumë ata generalet e vetë. A thua? Ki parasysh se është mbretëri edhe pushtetin ushtarak në Angli nuk e ka pjesërisht qeveria, por nuk është qeveria gjë kryesore. Kur vendosin pushtetet e tjera në Angli, Je i sigurt të kupton? jam shumë i sigurt. Anglia është një nga piramidat më të vjetra të pushteteve okulte të botës. Që në qoftë se është da, Starmerin vetëm do ta njoftojnë dhe i thonë ne fillum sulmin, kështu që rrin rresht aty. Cili është kulla, po shkurt fare përgjigjet, cili është qëllimi nëse godasin? Një Iran në sundimin e islamikëve është e vetmja gjë që mban Izraelin me Saudin bashkë. Izraeli për arsye ekzistenciale dhe Saudi për arsye financiare. Një Iran pro-perëndimor që eksporton është rrezik për Saudin. Një Iran pro-perëndimor që eksporton, sigurisht që është rrezik jo vetëm për Saudin, po për gjithë vendet prodhuese të naftës, përfshi këtu edhe Rusinë, sepse kjo jo do të ulte çmimet në tregjet ndërkombëtare, por Irani ka dhe shumë pasuri tjera. Që do me thënë? Po, Irani është ka mineralet e rralla, ka ar, ka... Nxirr prapa ato anijet, Ledio, ato imazhet e navit, ato më pëlqejnë shumë, pyetja, ato janë si në film. Ka uranium. Irani është një super pasuri, po nuk bie regjimi kaq kollaj. Vetëm gjë që sauditët po mundohen të shmangin, duke i thënë amerikanëve mos të sulmoni Iranin, është se nëse kjo gjë do ndodhte para muajit Ramazanit ose gjatë muajit Ramazanit, do bënte jo vetëm që regjimi nuk do dobësohej, po do ishte një moment që për shkak të nacionalizmit shumë të fortë që ka popullsia iraniane, do bëshin gjithë rrotull regjimit. Pra, sauditët cilët e njohin mirë Iranin dhe kanë frikë, bashkë me vendet e tjera sunite arabe, e kuptojnë shumë mirë që një sulm i tillë në këtë periudhë, në vend që ta dobësojë, do ta forconte regjimin. Por, ama nëse sulmi do të ishte, do të godiste disa komandant të gardës revolucionare, apo disa njerëz, apo disa general të rëndësishëm e tjerë, dhe disa struktura ushtarake, atëherë do të ishte një sulm i suksesshëm që do ta dëmtonte Iranin edhe nga brenda. Por një luftë afatgjatë që do ta fuste të gjithë rajonin në luftë, rrezikon të ketë efekt kundërt. Irani nuk është as Iraku dhe as Venezuela nga kjo pikpamje. Po pra. Ora është 21:28 minuta, zonja e zotrinj, dhe ne bëjmë një xhiro urgjent në Dorelan Ledio, sepse ka çmime të papara deri